Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falenderojmë Allahun azza wa jall. Salavatet, selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndriçim për njerëzimin. Me lejen e Allahut azza wa jall do të përmendim për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam 7 pika kryesore që inshallah shpresojmë për këtyre pikave të marrim mësim, pasi që jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam krejt është mësim për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për mbar njerëzimin, sepse kemi shumë mësime që marrim nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Spari, lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngjarje madhështore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzër lindi në një kohë errësire, shpirtërore dhe idhujtare. Domethënë ka qenë errësirë. Pse? Sepse njerëzit nuk e adhuronin Allahun azza wa jall, i bënin shirk Allahut azza wa jall. Kishin nevojë për mja shëru shpirtat e tyre dhe mi largu njerëzit prej adhurimeve të statujave apo putnave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sjellि dritën e së vërtetës. Allahu azza wa jall në Kur'anin famaf thot: ne të dërguam ty si dëshmitar, si përgëzues dhe si qortues për të thirrur në rrugën e Allahut me lejen e tij dhe si një dritë ndriçues pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë botë ka qenë dritë për mbar njerëzimin, jo vetëm për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve se çdo pejgamber i Allahut që ka ardhur për ummetin e tij, për popullin e tij. Mirë, po pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për mbar njerëzimin, për gjithë njerëzit ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm për njerëzit, mirë, po ka ardhur edhe për xhinët, kështu sikur që na ka treguar Allahu azza wa jall.